Art, pasuri shpirti. Dua që kjo mbrëmje veçantë për mua t'ju përkas që të gjithëve ju, spektator e përfaqësuesve të artit, e që rrjedh kaq furishëm për syve që janë përkaqësi podiumit folës, e të mbushur shpirtërisht me një lloj arti të veshur me po aq melodi, sa për melodinë e zemrës frymdhënëse, e do e mos edhe rëngjethse me pak fjalë. Ka diçka të natyrës njerëzore të ndërlidhur ngushtë me trishtimin, me artin. Artistin e bën mrekullisht njëri vetëm mendja. Dora e të pikturuarit qoftë metaforik. Ai art shpret tekstualisht me opinionin e një lapsi dhe të një letre të grisur në tavolinën e rumbullakët. Duke dëgjuar një këngë ose muzikë të gostisur e të ndjerë që i këngjer në valezimin e detit, as këmbin që të sfidon, duke u lërir me të madhe, se ja dola mban një melodie që del sinqerisht nga zemra, e këdo aty pranë një strofë për të cilën i e trazuar me qindra herë e sot mendon. Nuk qenë ka asnjëherë vonë për atë që e do me shpirt. Piktura abstrakte na sjell një jetë botën e cila sot s'ekziston. Sa mendoja që të ekzistoj. Shkrim që del art.